Manjan. Ka një teori që ma kujt miku im tani, që Rama nuk merr 71 mandate dhe përpasoj edhe Berisha nuk fiton zgjedhjet. Sepse këtu do ndodhi një hata që... Si merr, me këtë përqindje i merr, ama? Teori. Dakor. E cila sigurisht nuk mbështetet në shifra, por unë nuk... kam shumë vështirë të besoj në këto kataklizmot. Nuk besoj që edhe bashkimi artificial i atyre shifrave, sepse fjala vjen nisma thurje, tashmë është bashkë me Shqipërinë bëhet. Janë bashkë ato gjatë në koalicion. Nuk besoj që jemi diku ke 11 deri në 12% në total të partive të vogla, po ja marr për ashtoj PD-s artificialisht, siç është. Pra për shposh PS-s. Po. Kështu që nuk del as hesapi i bashkimit. 32 që ka PD-ja dhe 12 që thatë juve, vjen mos gaboj 44 plus. Po jetë 46.3 aty. Ka i. Ka marru punë. Okej, do ishte ngusht, po ka marru punë. Në këtë kuptim... Vetëm 2 të parat, 7 edhe 5 bëjnë 12. Po të shtoheshin këto pjesa tjetër. Unë besoj që zgjedhjet janë matematikë. Unë besoj që zgjedhjet janë frym, janë fytyrë. Kjo është thelbi, është morali i fituesit është shumë më i fortë. E shef ti frymën, duke ju referuar gjithmonë këtyre shifrave, se sondazhin po komentojmë ne. Fatkeq nuk e shoh atë frymën. Jam i keqardhur për këtë. Duhet ta pranoj që kam një keqardhje, që nuk është kjo frymë. Domethënë do doja ta kishte kjo frymë, do doja të ishte të paktën të afrohesh te Partia Socialiste, sepse diferenca 14% është pushtet absolut. Le mos ketë 50% në PS-ja, në vot për të votës popullore, po diferenca me të dytin, 14% është pushtet absolut. Kjo është e përkthyer në mandate, kjo është triku i sistemit zgjedhor. Dhe betejë është si ta bësh atë 14% sa më të vogël. Si mund bëhet? Si mund ta bëjë opozita? Ka Ka mundësi ta zvoglojë? E vetmja mënyrë është ajo që ju thash, fryma, nuk e di kataklizmot, me thënë drejtën, këtu kataklizmot kanë ndodhur, duhet jemi realistë që kanë ndodhur. Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë patur shumë skandale, realisht, të cilat i kanë menaxhuar në mënyrë perfekte. Fjala vjen, rasti i Erion Velis, se këtu jemi 5 ditë pas arrestimit të Erion Velis. Jo këtu, po tek sondazhet me parë, po edhe këtu reflekton ajo. Pra pse s'ka reflektuar publiku? Sepse u perceptua që Erion Velia duhet fut në burg sa e kërkon opozita. Mirë, jo, Manjan, a mund t'i ketë funksionuar Rama strategjia e vet, apo njerëzit i besojnë që Rama s'ka gisht, janë të tjerë që i hajnë kumblla dhe dardha mbrapa shpine, Rama s'ka faja, fusin këta mbrapa Rama e di që se krave. besojnë kush atë. Problemi ishte fare thjesht. Unë besoj që ka qenë strategji e gabuar e opozitës. Domethënë duke e çuar jetën publike në ekstrem. Pra, të futet në burg filani, është bërë protestë për të futur në burg Erion Velin 50 sa ditë. Dhe ja ku është Erion Velia në burg, marrë kauza politike. S'ka ndryshuar zë. S'ka ra programi, u realizua programi. programi. Lunë drama tha, a deshit Erion Velin në burg. Po në burg e keni, ç'a doni tani? Prapë nuk u rritet. E kupton? Dhe kjo e vret pastaj atë shpresën, e vret fytyrën. Duhet kishte bërë PD-ja, okej, protestoi 44 protesta tek bashkia, ja doli ta fusin. Unë bie dakord një pikë me Shejollën. Ka një problem. Kush është e ardhmja e Shqipërisë? Është spaku apo biznesi? Kjo është pyetja themelore. Pra është investuar gabimisht PD-ja në këtë. Totalisht gabim, nuk është spaku e ardhmja, nuk është prokurori e ardhmja. E ardhmja është biznesi, një parti e djathtë, realisht e djathtë. Kështu se mirëqenia e thënë më mirë. Duhet ishte me biznesin, duhet ishte me ata abulen, fjala vjen, duhet ishte me Fatmir Bektashin, duhet ishte me këtë fushën, dhe të më thuash oligarkët, të më thot një parti e djathtë oligarkët, s'ka vota, maroj, historia, s'ka më. E kupton, kjo është, më fali, se grita tonin të ashin fund, po kjo është problemi, realisht kjo është problemi. S'ka se si të kesh vota, kërë më thush kulla, por e për në këto kulla jetojmë ne më vota, që është kjo histori? Ja, në që se pastrohet paraja. Po, më do pastrohet dhe paraja, më se që është kjo histori me qash bo Amerika, më. Mimi, se ti ke këtë teorin të ndektu. Po, është teoria të djathtas kjo, më. Nuk është e imja. Tu ka gëzuar PD-ja në... Totalisht, më sepse ka humbë fokusin. Prona, biznesi, paraja, familja, janë nocionet të së djathës. Këta tani e djatha thot oligarkët, marrë historia. Deli djathni këtu thot, pse bo biznes ti? Po qatë bëj? Qofi sytë e tu? Edhe është problemi madh. Këto janë arsye thua që i kanë çuar shqiptarët mos... Po sepse i bën kundër, i pozicionon kundër, është fare thjesht.
Pra mungon alternativa. Është pa falshme, më thoni, me gjeni sot, një biznesmen, që tjetë i asociuar me të djaftën. Ka, nuk është s'ka. Pas problema çka, që japin në lek për zgjedhje do t'i japin më sajt për çoka. Po jo i asociuar. Realisht, po mirë tani, jemi realist, jo i asociuar. Se trëmben manjan. Po patjetër, po pse trëmben pra? Trëmben se s'marrin një leje. Jo, fal, po pse trëmben? Trëmben sepse ty thot, shiko, Partia Demokratike dhe unë do vidh do të marr lekët ty mëre. Ja. Po më patjetër, ka dalë ka thënë sot prap, do bëja audit thot ka thënë. Do ja marr lekët e popullit. Po çfarë është kjo tani? Dhe pyes dhe Ilën, nëse s'kemi më minuta. Unë kam të fytyrë. Ka vaskat e Floridit që kur thanë në 2005. Unë kam të fytyrat e mesazhi. Mesazhi ka të bëjë shumë, realisht. Do ishte, pra, më mirë vonë se kur, është shumë vonë Partia Demokratike, por duhet ta dinë shqiptarët nëse është për një shtet vogël apo për një shtet madh. Fjala vjen. I mshoj. Ju duan të futen punë aty ti thua duhet të thot shteti vogël. Që duke formë, për Amerikën e duke formë apo për Shqipërinë? 3.900 vënde kishtë shtuar në 10 orë 2000. Do të qojnë 280 atëre po. Kur PD-ja e la pushtetin, administrata ka qenë 96.000 veta buxhetorët. Sot, me shifrat që unë kam raportuar para disa javësh... Ishtë shtu dhe një 3.900 vitin që shkë. Haqë ka qenë dhe 1.600. Jo, se kanë qenë 130.000, po shikoj mirë. Flas për vitin 2013, 96. 180 në kokër të lumit, 180.000 në punës. Të shi ka shkuar, po... Tani, në këto 12 vite... Me 120.000. Po pra, e pra këtë 130 asaj, 180 shumë. Tani, kjo çështje duhet të marrë një, po themi, si thua, ngjyrim politik. A duam një administrat, pra a duam një shtet i cili i punson shtetasit e vetë gjithë administratë publike, apo duam një administratë vogël e cila ka funksione rregullatore. Unë nuk kam problem që ose ata thonë le të ndërtojmë. Është problem kjo publike? Jo, unë mendoj që këtu ndahen. Pra, unë mendoj që këtu kanë ngelur pak vija ndarse, pra për të theksuar kontrastet midis dy ofertave. Raporti është një në punës administrate për 10 banor. Italia, Franca e kanë më të madhe, shumë më të madhe. Ne kemi fjala vjen një raport përmbysur. Ne kemi përgjysmim ose më saktë kalim jashtë kufive të Republikës, të pothuajse gjysmës, domosdoshmë 1/3 së shtetasve, por kemi shtim të administratës, ky është paradoks. Ne kemi shtim të administratës në përujësielës, apo kemi paksim të administratës në përgjykata. Duke ngatruar Romën me Tomën. Nuk e ngatroj. Ju po flisni, ti po flet për administratën amerikane, po flas për Shqipërinë 2025. Kanë principe amerikane, shteti i vogël, janë principe reganiane. Nuk kanë qenë kur në Europë. Deri para Trumpit ka qenë shteti i madh. Asnjëherë në Europë nuk ka mbledhje administratës. Kam dëgjuar në një parti në Europë që ta ketë në programin e saj, do shkurtojmë administratën. Greqia para ca vitesh, para 10 vjeçari falimentoi për shkak të administratës. E shkurtoi patjetër. Fare nuk e ka shkurtuar. Megjithatë, për ta mbyllur se 4 minuta kohë kam. I mshoj alternativës. Pra fjala vjen, do më pëlqente të dëgjoja PD-n. Nuk jam kundër pallatave, po dua të ketë rrugë qarkullimi ku ndërtohen aty ku ndërtohen pallate. Ky debat mungon. Dhe duke munguar ky debat, mendoj që prirja apo premisa shkon për status quo. Sot në ndjekje penale. Ma janë të lutem, se s'kemi kohë. Është probleme, dhoma e tregtisë është ndjekje penale, mo. Ska po të bësh biznes sot. Ma janë, ta dëgjoj pak Ilën të lutem se s'kam kohë, më ka përfunduar. Si duhet ta lexoj? Atëherë, duhet të kundërshtoj njërë të punën e Frymës. Frym ka pasur vetëm në 92-shën e në 97-ën. Mos presim, mos kërkojmë Frym në atëherë, kush kishte Frym? Në 2005 me Lul Bashën, se bjem të teoria që në 2005 fitoj ai se soli Lul Bashën. Ishte i panjohur. Apo në 2013 fitoj nga Aleanca me Ilir Metën. Ishte i panjohur Lulxhin Basha në 2009. Po s'kishte nevojë. Në 2005. I bie që do fitojnë këta, se janë panjohur këta. Po jo më po kishte Berisha. Kopi, më thuaj, unë s'mbaj mend më asnjë emër të Kopit, përveç Lul Bashës, i cili është bërë në kuptimin negativ të fjalës së njohur. Nëse tjetër pa në punën e vet tani. Aty ka pas. Tani këtu kemi qenë të gjithë ylli dhe kur vjen puna ta thash edhe një herë, ishin 17 mandate që megjithëse socialistët bën një ligj zgjedhor leshit që u futën 7 parti të majta secili me kandidatin e vet. Kështu që kur 2013-ën kur bëri aleancë me Ilir Metën mbas 2021-shit. Prandaj ta lëm punën e Frymës. Në Shqipëri votuesi është pragmatist. Është me konvergjencë, me traditë, konvergjencë interesash shqiptare. Do themi shqip, se pragmatist domethënë i korruptuar. Jo, është pragmatist, aty ku ka interesin e vet, po në gjithë botën ai të voton ku ka interesin, jo se lexon programin për uljen e taksave. Jo, i korruptuar është kur merr lek.
Po ka, dhe një pjesë që merr lekë. Po 800.000 veta që votojnë PS nuk marrin lekë, burr. Fal, edhe herë, jo s'thashtë më. Shet interesin, a the që është interes. Patjetër, po në gjithë botën interesin shikon. Ç'a shikon? Dikush lexon programin, 2-3%, kusuri tjetër në strategjitë elektorale, thonë, ata të se mbahet mend vetëm një fjali e shkurtër me 3-4 fjalë, asgjë më tepër s'mbaj mend. Vërtet është edhe kjo, po nuk i lidhi me unë nuk jam për çështje fryme, dhe jam për këtë, për partitë e reja që thonë, duke qenë se është ai 3% që lëviz gjithmonë, mendoj që një parti këtu nuk paraqitet normal dhe është partia Lëvizja Bashkë. Këta janë të vetëit që kanë një lloj programi, një lloj artikulimi, pavarësisht se programi i tyre nuk ka lidhje fare me realitetin, por kanë edhe një lloj organizimi. Dhe këta dalin më pak se këta që ulurasin në Facebook. Dhe ke edhe një parti tjetër, e cila ke PSD-n, e cila momentalisht ajo del gjithmonë në fund. Okej, dakord. Ajo del gjithmonë PSD-ja del gjithmonë. Patjetër. Unë mendoj që nuk dalin, sepse do vi... Për të parë mbetet, se historia... Dy fjalike. Do më pëlqente shumë, e kuptoj që ndoshta kjo është ikën e eter dhe askush ndoshta nuk e dëgjon, po ka akoma për të se ndërtuar në mos një alternativ, një thuajse alternativ. Pra është e nevojshme që shqiptarët ta dinë nëse dikush merr një angazhim karshi tyre për të shkuar nga pika A në pikën B.